Përshëndetje miq të dashur. Të ndëgjojmë mashtruesin tjetër, Lora Qitako nga PDK-ja. Dëgjoni ju lutem. Por e pa lënë baba i Albin Kurtit. Vllai i Albin Kurtit, baba. Se baba është Albini, Lauku është vllai tina. Shkruajmë. Ruajmë ndonjë marrëveshje bilaterale me ndonjë shtet të NATO-s në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë. Këto janë çështje të cilat duhet i trajtojmë. Aleancë përbashkët ushtarake mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë. Kosova, Shqipëria dhe Kroacia kanë nënshkruar një marrëveshje që shënon një hapësiri në forcimin e mbrojtjes dhe stabilitetit të Ballkanit. Kosova ka nënshkruar marrëveshjen Aleancën e mbrojtjes. Vllai babës. Se ma vone pyetjen a ka shtetet NATO-s me të cilat kanë nënshkruar marrëveshjen. A është trilaterali Kosovë, Kroaci, Shqipëri? Pse po ku që galën? Ti galën falë që mësu me galën po Lora Qitako. Që do me thonë? A hiç po dje marë, as po kur që të veqës. Absolut. I një dalë në përstudje televizion vetë me shpif. Mamër që s'bon kështu. Mamër e dini për ranave. Mamër se jeni murë veç rana. Deri kur shtë? Po, a pesheni mëre? Oje, fëhozët e PDK-s. A e një mjenë tru mëre bura cini? A e përcini pa televizionet ajo? Dikush del ran, tjetëri shanë, tjetëri dhe me ngre kriministin zhak. Ata tjetër shanë familja dhe mesharit. Runa zdo për juve. Miq, i thua shumë. Po, vllai i babës, Lauk, pik hart, respekt se ma ke palu për qefi. Po me fakte, jo pa fakte. Vetëm me fakte. Jo përshëndes.